Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se po takohemi sonte këtu drejt për drejt në Radio Televizionin e Kosovës. Nuk jeni me pasdite, por do të jeni me shumë pasdite edhe me shumë sport, duke ditë që sonte fillon kampionati botëror i futbollit. Orarin e emisionit pasdite do ta shfrytëzojmë për fanzonën, por nuk do të jetë vetëm ky orar, pasi që gjatë gjithë kohës do kemi emisione të tilla, po edhe siç e thash sport, po edhe mysafir të ndryshëm që do t'i kemi këtu në studio. Zakonisht këta mysafir që do vinë normalisht nuk do të flasim vetëm për profesionet e tyre, po do të flasim për futbollin, për avërsinë për futbollin, po njëkohësisht edhe për atë se si e shohin kampionatin botëror. Tash 24 vite, Radio Televizioni i Kosovës transmeton futboll edhe kampionati botëror dihet është një prej ose turneu më i rëndësishëm i futbollit në botë, edhe kësaj here normalisht Radio Televizioni i Kosovës do ta transmetoj. Por risia e këtij viti do të jetë që ky transmetim do të ketë bashkëpunim me Telekomin edhe me platformën Vala në vendin tonë. Dy institucionet në Kosovë do kenë mundësi që të transmetojnë këto ndeshje. Veçoria e gjithë këtij kampionati botëror është për shkak të orarit që zhvillohet në Amerikë dhe në vendet të tjera. Do ketë shumë ndeshje, 6 ndeshje do të jenë gjithsej, gjë që më herët ka ndodhur që të jenë më pak, kështu që pra gjatë shumicës së kohës ose gjatë gjitha orareve të ditës, po edhe të mëngjesit, Radio Televizioni i Kosovës bashkë me Telekomin dhe me platformën Vala do të kujdesen për transmetimin e këtyre ndeshjeve. Pa humbur kohë, ne do t'i prezantojmë mysafirët, këta janë mysafirët e parë të fanzonës, edhe do kemi mundësi që t'i prezantojmë për këtë bashkëpunim të jashtëzakonshëm mes Radio Televizionit të Kosovës edhe Telekomit dhe platformës Vala. E do rendi që t'i ftojmë ose t'i prezantojmë mysafirët, bëhet fjalë për zotin Halil Krasniqi, pra që vjen nga platforma Vala. Mirë se keni ardhur zoti Krasniqi. Faleminderit shumë zoti Burim Hana edhe zoti Hana nga platforma Vala edhe Telekomi i Kosovës. Faleminderit shumë. Rama jeni, faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, në anën time të djathtë kam ushtruesin e detyrës së drejtorit në Radio Televizioni i Kosovës, zotin Rilind Gërvalla. Me thonë mirë se erdhe. Kështu mundën kështu burimi edhe Halini me thonë, po mirë se i kena prit Halinin e burimit. Dhe gjithashtu Blerim Agjia, i cili është ky redaktor. Blerim, mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën e din. Faleminderit shumë. Nderuar shikues, gjatë gjithë kohës, ndoshta do kemi mundësi që edhe t'i prezantojmë edhe kalendarit në ndeshjeve, po do kemi edhe shumë rubrika, ndoshta që kishim në shku kështu dal nga dal me i prezantu edhe me rënd, pasi që do kemi mundësi fillimisht të shohim kalendarin e ndeshjeve, ndoshta regjia mundet me më ndihmu edhe me i pa kalendarin e ndeshjeve. Pra, këto janë Meksika, Afrika e Jugut, do t'jetë kjo ndeshja hapse e kampionatit botëror, pastaj Korea e Jugut, Republika Çeke dhe Kanadaja do të zhvillon ndeshje me Bosnën edhe Hercegovinën, pra këto janë ndeshjet që do të zhvillohen. Mirë, këto janë ndeshjet që do t'i prezantojmë fillim, por normalisht emisionin tonë, fanzonën, po edhe do t'i sjellim edhe partnerët që i kemi të marketingut. Do të fillojmë me Tebin. Starkarta është më shumë se një kartel. Është liria për të menaxhuar financat tuaja, sipas nevojave tuaja, pra me Star Kartel mund bleni deri në 24 këste pa interes të partnerëve të Tebit, që mund të kryeni kështu me pagesa të sigurta brenda javës dhe jashtë vendit, si dhe t'i tërheqni parat kur të ju nevojitën. Gjithashtu është Bira Peja, bira më e mirë në vend. Bira Peja shoqëron edhe sonte adhuruesit e birës dhe futbollit, ashtu quajtur birë bolerat, me motën s'ka lidhja, hupim a fitojmë, të gjithë kupa është e jona. Gjithashtu kafe Kuartana, gjithçka duhet të jetë një Kuartana kafe. Pastaj me rej, emocionet jashtëzakonshme të kampionatit botëror në RTK, dhe në Vala vinë të ju më falë mbështetjes partnerëve tanë. Një falënderim i veçantë shkon për kompaninë Mereje, cila kujdeset në çdo moment të këtij kampionati dhe e bën kështu edhe më të shijshëm kampionatin. Gjatë këtyre ditëve plot adrenalin me gola, mos harroni të shoqëroni ndeshjet e juaja
edhe me pijet, po edhe me rej. Gjithashtu, këtë brend mund të gjeni anën banë marketeve të përfacuara nga distributori ekzekutiv në Kosovë, bëhet fjalë për Erec Trade. Mirë, këta ishin partnerët tanë që do t'i kemi gjatë gjithë kohës kështu, sa do zgjatë kjo në fanzon, pra këta janë mësaferët që i thamë fillim edhe po fillojmë si që të rendi me mësaferët për sot. Zoti Krasniqi, edhe njerë ju falemderë shumë që keni ardhur, edhe besoj e thash që Radio Televizioni Kosovës ka tash 24 vite që e transmeton kampionatin botror, po këtë vit është pak më unik, është dhe më interesant për shkak edhe të bashkëpunimit të institucionit tonë rrjedhimisht me ju. Çfarë do thotë ky bashkëpunim me ju edhe t'i sjellim detajet para se të flasim kështu pak edhe për futboll, se kjo është qëllimi i këtij emisioni. Faleminderit shumë Edi dhe gjithëve drejtore për ftesën, për mikpritjen, për atmosferën këtu, në praktikë sa ngjarje të madhe të festivalit futbollit, si më thanë. Pas blerës drejtave nga Telekomi i Kosovës për drejtave ekskluzive për transmetimin e kampionatit botror në Kosovë, sipas rregullorëve të FIFA-s, është dashur ta kemi një medium, një transmetues nivel kombëtar për transmetimin e gjatë 4 ndeshjeve të cilat janë free për publikun. Na s'kemi pas asnjë me dyshje në këtë drejtim, më njëherë jemi drejtuar te Telekomi i Kosovës, te eksperjenca Radio Televizionit të Kosovës, te profesionalizmi juaj, sepse kemi pas nevojë për shumë ndihmë, sepse për neve kjo është hera e parë që transmetojmë ngjarje të tilla sportive. Dhe po du publikisht me ju falenderu shumë për krejt ndihmën që na keni bërë, që një muaj e gjys apo 2 burim që sa jemi bashkë këtu punu për ditë, që publikut tonë, qytetarëve tonë, të ofrojmë kampionatin botror këtë ngjarje të madhe, por t'ju ofrojmë me një kvalitet shumë të lartë, me teknologjinë që na e kemi si Telekomi i Kosovës, me ndihmën e juaj, me eksperiencën dhe me një çmim krejt të favorshëm për ta, sepse në këtë rast nuk I kemi pa qytetarët si klient tonë, por thjesht si publik, si qytetarë që meritojnë me pa këtë ngjarje për shkak për herë të bashkëpunimit të madh ndërmjet 2 institucioneve tona publike. Kështu që edhe një herë faleminderit shumë për gjithçka që keni bërë ndihmë të Telekomit të Kosovës për këtë ngjarje. Zoti Ana, duke di që ju njoh kështu shumë më te edhe e di që e dashuroni futbollin, besoj që ka qenë një prej projekteve që aty në Telekom e ki bo me shumë zella, po, dhe me shumë, po e thëmë, me vullnet. E tha dhe zoti Aleq, që tha, ndoshta është edhe pjesa edhe për shkak, ndoshta përbojës Radio Televizionin Kosovës, edhe ju ka qenë, po e quaj kështu një gërshëtim shumë I mirë, apo jo? Zoti Luzha me shënjemi moti po thiri Edi dhe më thirëm burim. Po, e vërtet. Po, ka qenë një bashkëpunim shumë I mirë, për neve kjo është një eksperiencë e re, por juve mundet me qenë një rutinë, pasi që keni eksperiencë përvojnë të kalumën, po për neve ka qenë një shka e re dhe bashkëpunimi ka qenë nivelin më të lartë. Unë kam qenë pjesë e ekipit ku gati për ditë kemi komuniku me stafin e juaj edhe kemi pas dhe sfidat ndryshme, mirë po bashkëpunimi ka qenë shumë I mirë. Më lejoni vetëm për publikun me spjegu që kompania jonë tashmë dihet që në pjesën e telefonisë mobile është stabilizuar dhe kvaliteti është shumë I mirë. Më thonë kjo është një hap I ri për neve, mi ofru publikut diçka edhe në këtë pjesën tjetër të telefonisë fikse përmes këtij projektit të madh. Kështu që si sa dhe Halili më herët, nëse më lejohet pak po dalë edhe me detaje po spjegoj për publikun, me qenë se deri tash besoj që shumica e din mirë, po për mi spjegu detajet. Më thonë, gjithë ata që janë konsumatorë tonë me kontrat, vjen kampionati botror vjen gratis, për ta nuk ka kosto shtesë. Më thonë, gjithë ata mund të një pa lojt gratis. Dhe sa kemi menduar për të gjithë dashamirët e tjerë, të cilët janë të interesuar me këshy lojt, për ta është mundësu përmes një aplikacioni ku mundet me ble online përmes me një çmim, po themi, të kapshëm është 19.99, është për një qasje ku mund me këshy një qasje qofte në televizor smart, apo telefon, apo tablet,
ose nëse duhet mi pas 2 qasje për një herë, atëherë kushton 34,99 euro. Duhet me cek që këto çmime janë promocionale dhe edhe i këshilloj gjithë ata që janë dashamirë të futbollit dhe duhen mi këshirë të gjitha ndeshjet, adresa vetme është Telekomi Kosovës, edhe vetëm këtu do të munden mi pa të gjitha ndeshjet. Po specifikoj edhe njerë, do me thonë, 64 ndeshje munden mu pa në RTK, të cilat janë gratis, mirë po të gjitha ndeshjet, 104 ndeshjet, kush do në mi pa mundet mi pa vetëm në TV Vala përmes 2 kanaleve sportive të reja, të cilat janë bo Vala Sport 1 dhe Vala Sport 2. Edhe faleminderit shumë që e specifikove këtë pjesë, sepse ka pas kështu, po them, edhe për që i pikpytjen kuptimin se sa ndeshje do transmetohen RTK dhe sa aty, kështu që faleminderit për sqarim. Do vazhdojmë tek rroba jemi i djathtë, e thamë që kemi edhe zotin Gërballa, i cili është ushtrues detyrës së drejtorit në Radio Televizionin e Kosovës. Besoj që e thash ka shumë vite dhe ne tash dikush më pak, dikush më shumë në këtë institucion, normalisht kujtimet janë të jashtëzakonshme duke ditë që Radio Televizioni i Kosovës gjithmonë është pranë publikut edhe me evenimente shumë të mëdha siç është kampionati botror. Çfarë do thotë kjo për Radio Televizionin e Kosovës? Jo vetëm për Radio Televizionin e Kosovës, po për tërë publikun kjo është një ngjarje shumë e veçantë. Për herë të parë, 2 institucione shumë të fuqishme, 2 institucione publike janë bërë bashkë që ta prodhojnë një përmbajtje sportive. Ky mendoj që është veç hapi i parë, sepse ne kemi plane afatgjate që të punojmë bashkë me Telekomin. Ideja ka qenë kështu spontane, pas një takimi që e kemi bë për diçka komplet tjetër, po oferta që ka ardhur për të drejtat e botrorit ishte një gjatë që mund të na ikte. Sikur se ka mujt me na ikë edhe evropiani më herët. Këtë herë ne ishim vigjilent, po Telekomi ishte edhe më i përgatitur që këtë nismë ta konkretizoj. Natyrisht ndarja e ndeshjeve është bërë tashmë, sikur se e tha edhe zoti Krasniqi dhe zoti Hana, ne i kemi RTK-ja do t'i shfaq falas 64 ndeshjet, por mu do të bëj një vrejtje rreth kësaj, për shkakun se kemi parë që ka organizime të ndryshme që po bëhen për ta transmetuar RTK-n apo Valën në për sheshe ose në për pjesë publike. Rregullat e FIFA-s janë shumë të qarta edhe është shumë e dënueshme në rast se nuk merret leje ose nuk blehet e drejta e transmetimit në publik. Ne kemi bërë një ofertë edhe nëpërmes zyrës së marketingut të Telekomit, po edhe nëpërmes zyrës së marketingut tonë, edhe të gjitha mediumet duhet të kenë kujdes për shkakun se ato tashmë, po e shoh që disa mediume konkurrente kanë filluar që të përdorin edhe pjesë të logove apo të ngjyrave të cilat janë të përcaktuara nga FIFA, pra të drejtën ekskluzive për botrorin 2026 e ka Telekomi i Kosovës. RTK-ja është partnere e Telekomit edhe këtu mbaron gjithçka. Ne do të ishim shumë të kënaqur që në këto ndeshje të shohim edhe ekipet tona. Këtë herë nuk patëm fat, edhe po ishim shumë afër. Që të dyja, kështu që e kemi prit me shumë zel, kështu që dy ekipet tona të fitojnë. Por këtë herë po presim për kampionatin tjetër botror. Unë mendoj që në kampionatin tjetër botror, që besoj që do të mbahet në Evropë, do t'jenë që të dyja edhe kombëtarja dhe përfaqësuesja e Kosovës. Pse Bleri Maxhia e ka shkel marrëveshjen që mos vi me dres të Kosovës sot? A ka shpjegim? Kështu më thanë që
Rilindit vi me Në fakt po du me drejtë ndërpret. kontore shqiptare ti me të Kosovës. Unë dhe Blerimi jemi... Blerim më drejtohesh, Po. edhe vërtet. rilindit, kështu që ta bëjmë si rregull. E tha dhe edhe burimi e tha, e vërtet. Unë dhe Blerimi jemi kundërshtar në ekipit të futbollit. Ta kemi Cilat parasysh. i Do keni? të thënë sa herë që luajmë futboll na Kështu në përgjithësi. jemi kundërshtar, kështu që në këtë rast edhe në tavolinë këtu do të jemi me siguri në ekipet të ndryshme. Drejtori falet se këmisha e kaltër, kështu që besoj. Në ngjyrën ja kam përshtatë, Edi. Po, sepse për ngjyra e ato po kaltërt thëmë, është- kështu që të falet se me këto. Po Blerimi është me ndërlidhet. dokumente shtetas së Shqipërisë, unë po pres. Po, i bie që e kom edhe bashkëvendas, kështu i bie. Mirë, Blerim, besoj që e tha edhe drejtorin këtë rast, po edhe dy mysafirët që është ngjarje shumë e madhe, edhe jemi mobilizuar gjithë, normalisht që publiku të ketë edhe çfarë të sheh, po edhe tradita e bën atë vetën, apo jo, pasi që Radio Televizioni i Kosovës gjithmonë i ka transmetuar këto evente mëdha. Po du me të pyet, kësaj herë është pak më interesant, sepse ka ndeshje më shumë gjatë ditës, do thotë ka deri në 6 ndeshje, sa është fazat e grupeve, edhe 70% i programit faktikisht do mbulohet me sport. Sigurisht, siç e theksuan edhe parafolësit, pra ngjarje shumë e madhe sportive, spektakël, pra 40 ditë spektakël, sport, kur shikuesit gjithë ata që janë dashamirë sportit, por jo vetëm ata, sepse kjo është një festë, nuk do të thotë që patjetër ti je një tifoz i ekipeve të caktuara. Kampionati botror ndiqet nga miliona njerëz anë mban botës, sigurisht edhe në Kosovë ku futbolli është një sport ndër më të preferuarit. Natyrisht për teleshikuesit do të thotë që deri në 6 ndeshje kanë spektakël ditën dhe natën, kurse për stafin që e realizon, që i bën komentimin, që bën analizën, që bën fanzonën, që bën lajmet, kronikat, montazhin e gjitha këto, do të thotë një punë e jashtëzakonshme. Kështu që do doja që të inkurajoja dhe të falenderoja gjithë stafin e redaksisë sportit në mënyrë të veçantë, por natyrisht edhe stafin e redaksive të tjera, sepse ti nga redaksia pas dite, po me që edhe je i apasionuar pas sportit, do të jesh moderator i fan zonës gjatë këtyre ditëve. Pra është një punë voluminoze që bëhet në televizionin publik, dhe sigurisht për ne si transmetues publik është një moment shumë i rëndësishëm, aq më tepër kur flasim për një moment kur kalojmë si transmetues publik rrethana pak të vështira, sa i takon atyre pjesëve për cilat publiku është informuar, tani mos të dalim atje se do flasim për futboll. Megjithatë për ne është një moment shumë i rëndësishëm, sigurisht falet edhe bashkëpunimit me Telekomin e Kosovës, një kompani publike e cila nga disa momente negative që i kanë pasur ata më përpara, të cilat i kalojmë tani ne, janë ngjitur dhe shpresoj se ne do shkojmë në këtë rrugtim të kësaj kompanie publike për të ngjitur aty ku duhet dhe për të shërbyer interesit publik, ashtu siç e parasheh edhe ligji për RTK-n. Pra, do të jenë ditë shumë intensive për ne, të jashtëzakonshme për publikun që do na përcjell, dhe më vjen shumë mirë që pas një procesi zgjedhor ku ne kishim sigurisht një audiencë shumë të madhe, fal një pune të madhe të ekipit zgjedhor, mbulimin e jashtëzakonshëm dhe shumë korrekt të zgjedhje të parakohshme parlamentare, tani kalojmë menjëherë, sa mirë që kalojmë menjëherë te futbolli dhe relaksohemi pak për një 40 ditë, dhe pas 40 ditë besoj që do të kemi edhe gjëra më të mira. Mirë, do të jemi edhe për pak minuta, por kam dëshirë ta prezantojmë edhe një pjesë tjetër që kemi. Këtu do të jenë edhe pikërisht në këtë studio të nderuar shikues, do jenë edhe analistë, siç e tha edhe Blerimi, të cilët do ta analizojnë gjithë rrjedhën e kampionatit botror, por kjo është dritarja jonë e informimit, Radio Televizionit Kosovës, rtlive.com. Pra këtu kush është interesuar të shoh edhe Blerimi prej politikës, do të po shohim pak edhe të shkojmë te kjo vendi ku është te sporti, edhe këtu do t'i keni të dashur shikues gjitha informatat e minutave të fundit të kampionatit botror që do të jetë gjatë gjithë kohës me update edhe me statistika të cilat befaqja bashkë me Radio Televizionin e Kosovës edhe me redaksinë e sportit, po edhe me redaksinë e webit do ta kenë në bashkëpunim duke sjellë pra detajet e kampionatit botror. Do të shkojmë pak me marketing edhe pjesën e dytë, siç e thanë edhe mysafirët, do të flasim tashmë vetëm për futboll, jo me zotërie me këtë pjesën zyrtare që e tham në fillim.
transaksioneve juve që t'i ndani deri në 3 këste, mjafton të regjistroni në aplikacionin Tab Mobile, kështu ju keni më shumë kontroll dhe fleksibilitet në menaxhimin e shpenzimeve të juaja. Gjithashtu bira Peja, më e mira në vend, i shoqëron sonte adhuruesit e birës dhe të futbollit të ashtu quajtur birë bollerat. Gjithashtu e kemi edhe kafen Quarantana, gjithçka që ju duhet është një Quarantana kafe dhe Marej, e cila i ka gjitha këto që po i shohim edhe në tavolinët tona, disa prej tyre, gjatë këtyre ditëve plot me adrenalinë dhe me gola. Mos harroni të shoqëroni ndeshjet e juaja të preferuara me shijen unike të pijeve, po edhe me kualiteteve të padiskutueshme të arave, frutave të thata dhe gjitha këtyre që e përfaqëson Marej. Mirë, e kemi edhe një rubrikë, ndoshta kishim pas dëshirë që me pa, quhet A e dini se? Kjo rubrikë ka qëllim që të dim pse dhe të ketë kuriozitetin, ndoshta mundemi që me pa gjatë gjithë kohës do kemi kështu kuriozitete që normalisht lidhen me kampionatin botëror të futbollit, pra që nisonte në orën 21, edhe kisha pas dëshirë që bashkë me regjin më shku me pa se si funksionon, edhe me mysafirët që me i sjell këto ose këtë rubrikë edhe me fakte të ndryshme. Shembull, a dini se i bie që e para për këtë fan zone, Meksika do të bëhet shteti i parë në histori që e pret 5 edicione të Kupës së Botës. Do thotë fat për Meksikën që do thotë e pret 5 edicione të Kupës së Botës, do s'jam pak, kështu që 5 edicione. Mirë, kthehemi në studio. Tash këtë pjesën zyrtare të bashkëpunimit e përfundum, besoj që shkoi gjithçka mirë, po shpresoj që do të shkon mirë. Me këndje kampionat botëror. Unë prej Figos jam tifoz i zjarrt i Portugalisë, prej Maradonës i Argentinës. Argentina mos e spona njes po di këtë kampionat çka më vao, po Messi mos e është aty. Portugalia para, Argentina e dyta, kuptohet përveç ekipeve tona, s'diskutohet, kështu që jam me këto dy ekipe. Burim, ndoshta për pse tham që njihemi shumë aty, është pjesa e përcjelljes së kombëtarët së Shqipërisë. Që kemi bo përse kështu të gjithë, po e di që dëshira ma e madhe, si që tha dhe rilindje është që tjetë edhe Kosova dhe Shqipëria, po pasi fatkeqësisht nuk i kemi, kush është kështu pjesa ose kombëtarja që është aki dëshirë kështu me fitu. I di s'po një shumë bashkëmirun e ti, ose ke haru, unë e kom jetu një 10 vjetë në Angli, edhe o do është me di. Që për Anglina? Po, e tash s'kom qare po bu për Anglin. Po do po. Po edhe ti s'po më gjeshë mirë, se unë më Anglin jam. Kështu që për Ja, tëre. Rilin? Në fakt, e thash pjerën e parë, unë besoj shumë që kupën e botës do ta merr një shtet evropian. Edhe si tifoz i vjetër i Gjermanisë, unë jam në dilemat mes Gjermanisë dhe Anglisë, duke e pas parasysh gjithashtu që kemi edhe disa ekipe shumë të forta, sikur Spanja e Franca, edhe Portugalia. Kjo peshe, cila do që e merr, mendoj që do t'jetë e mirë, sepse kanë lojtarë të jashtëzakonshëm, Gjermania me Jamal Musiala, pastaj e ke Anglinë me Jude Bellingham, e ke Spanjën me Lamine Yamal, e ke Francën me Mbappén që është ende në top form, e ke Portugalinë me Bruno Fernandes e me Vitinhan. Më thonë janë lojtarë të jashtëzakonshëm që të gjithë të 5 ekipet janë shumë të fuqishme. Uroj që fton Gjermania, unë jam për Gjermaninë këtë herë, po edhe cila do nga këto ekipet e Anglia ose Franca ose Portugalia edhe mund të jenë favorite këtë vit. Lirim? Kampionatin e parë botëror të futbollit që e kam përcjell ka qenë vitin 1982. Dhe asnjëherë se kam ndru ekipin e preferuar që nga ajo kohë. Tash s'po ja përmendi emrin sepse s'merr pjesë fare në këtë kampionat botëror. Italia. Kështu që duhet në atë kohë ka fituar titullin botëror, ai është një ekip që ka fituar 4 tituj botëror, por ja që nuk është se eliminoi Bosnia në ato lojtë që ishin
për kualifikim, e do më thënë. Megjithatë, Ma vjen keq. jo, s'ka pse të vjen keq, s'është problem se gjejmë ekipe aty ku luan Messi gjithmonë për mua është ekipi i preferuar për sa kohë që do të vazhdoj të luaj, fatmirësisht do të luaj këtë botror dhe shpresoj dhe kam një farë besimi se Argentina do ta ruaj titullin dhe pas lojtarin më të mirë të gjitha kohrave aty. Burim, e tha për Anglin, do shta po kam dëshirë me undal, e përmendi rilindi që ka kombëtarë të cilat me vërtet janë shumë të forta, me hyje shumë mëdhej, po dhe Argentina me Messin, e harrume edhe Cristiano Ronaldo, që është në Portugali. E harroj Lindi me qëllëm. Megjithse me 40 vitet e tij përsëri nuk po dorëzohet, megjithse i shkon shumë në brëm në kritika. Messi është fenomen që nuk ka me arrit askush me mbri. Dhe shikoje çfarë ka bërë në lojën e fundit që e kishte, domethënë një gol, 2 asiste për 20 minuta. Pa i qit topa Messis, ti nuk jepet golla, kështu që sarë që nuk qet topa. Mu më vjen keq shumë se je tifoz i Gjermanisë, dhe Gjermani janë ekip i fortë, por harruam ta përmendim Brazilin, se Brazili është gjithmonë një ekip i jashtëzakonshëm dhe plus si vjet ka një trajner që ditë fitoi titull. Unë mendoj që këty ne kom ju bu është edhe një ekip shumë i fortë Curaçao. Që kanë me pas problem këtë ekipe tjera. Për Anglin, çfarë mendimi ki? Anglia është, nuk di, ka shumë favorit, po edhe ekspert më mëdhej të futbollit nuk po kanë kështu asnjëri guximin, të paktën sa i komujt me i përcjell, jashtë vendit tonë, po them, që Anglin ende nuk po mujt me identifikua është për me mujt këtë vetë që me shkaktu befasin, apo Angles, si që din, zakonisht deri në çerk finale, edhe mëse bëzët më shku deri në penala, se ata e kanë kështu. Po që disa kampionate, Anglia është e ka një ekip shumë të mirë, po zakonisht po ndodhe njëjtë, dhe më thonë ka çerk finale aty dikun, ose dikush është ju bo se hire, ose s'po di me spjegu këtë. E ka spjeguar unë në një intervistë, ose më falë, ka spjegu që konkurenca e madhe në Angli, në kampionat, po reflektu në kombëtare, në atmosferën e kombëtarës, s'kanë mujtë kur me bo një ekip. Për shkak të lojës madhe, Jo, për shkak të armiqësive të madhe. Armiqësive. Ligë. Lojëve shumë, natyrisht, intensitetit madh, edhe kësa herë ka ndodhur pothuajse e njëjta gjë, po duket me këtë trajnerin gjerman që ka shumë pak knaqësi, kështu që masi s'ka fitu kur djepi futbollit të nëroj me ndonë, në fundit, po... Besoj ata mjaftohen që e kanë shpik futbollin, titujt t'i marrin tjerët edhe... Zakonisht shpikësat këqyrin, tjerët... është një përparësi mendoj e këtyre shteteve të cilat kanë temperaturat larta në shtetet në prekën nga vinë, nga origjina, edhe kjo mund t'jetë një plus për këto ekipe. E këtu mund të qalojnë ekipet evropiane, po mendoj që tashma FIFA e ka përzgjedh, e ka gjetë zgjidhjen e kësaj çështje, për shkak se këtë herë kemi 4 ndërprerje për freskim të lojtarëve. Është pak e çuditshme se jo 2 janë. 2. Jo një pjesë po, një pjesë dytë. Po. Zakonisht të ndodhin. Përpos ndërprerjes. Po morë parasysh ato dita nota. Po, do të jetë kjo është interesant. Për shkak të motit që është i nxehtë. Po, kjo do të jetë një përparësi e këtyre ekipeve të cilat janë që vinë nga zonat që janë kështu me temperaturat larta, edhe kjo mund të jetë përparësia, për ndryshe shtetet evropiane këtë herë, unë sa i kam përcjell, janë në top form që të gjitha, me liga shumë të forta për nga vinë, edhe këtë herë kupën do ta kthejmë në Evropë. Mirë, përshkojmë pak me marketing, pastaj do kthehemi edhe 10 minuta, do të jemi bashkë, të flasim përsëri për futbollin. Njerë të dashur shikues në studio, zoti Hana, përpos të faqës tonë, Radio Televizionin Kosovës, nuk do të hyjmë në hak as juve, do ta prezantojmë faqen e juaj apo jo. Edhe ndoshta mundeni me na treguar detaje për gjithë shikues që dëshirojnë edhe me marrë informata edhe nga platforma Vala, që besoj është shumë e rëndësishme të njoftojmë gjithë shikuesit. A dalë dhe ta shpjegoj atë që më intereson. Zotri Luzha e ktheve pjesa e parë ke zotri Luzha, pjesa e dytë Edi, pjesa e tretë zotri Luzha, pjesën e katërt shkojmë sërish me Edi. Po,
Okej, për të gjithë të interesumt, kjo është adresa në cilën mund me bo pagesën online. Në me thonë valabotrori.kosovotelekom.com. Ajo ju qetë këtu, në me thonë duket kështu, në të cilën shpjegohen që të gjithë konsumatorët e valës i përfitojnë edhe 104 GB falës. Do me thonë, këto 104 GB përdoren për shikimin e dy kanaleve, Vala Sport 1 dhe Vala Sport 2, do me thonë për ndeshjet e botrorit. Ma herët e përmena, do me thonë, i kemi dy oferta, njëna është për individuale, po thojmë është vetëm një qasje mundet me pa konsumatori në gjithdo kohë, ndërsa kjo tjetra 34,99 euro është për dy qasje në kohën e njëjtë. Tash, prej këtujt, klikon të kjo, apo shkojmë zotri Edi Luzha, apo më jep detajat e karteles? Po, jo se gjë... Pa shpenzimet, luna, zë një orë. Mere kartelin të. Oke, një kartel të drejtorit e marim, fillojmë, dhe me thonë, i japim të dhonat këtu. Api shtim të dhonat e drejtorit? Oke, edhe mandej, regjistrohemi, kryojmë llogarinë, mos shkojmë për këtë hapat, është lehtë, do të thonë është lehtë, është lehtë e manipulueshme, kryojmë llogarinë, mandej ju vjen notifikimi në email, edhe 2-3 hapa të tjerë dhe vetë se mundesh për 2 minuta me pa Vala Botrorin live. E dora. Mirë, jemi krejt minuta fundit, në fanzone të dashur shikues krejt fund gjithë mesazhet që do të vinë, do ketë parashikimet, paktën se edhe ndeshjet që i pam, po edhe se kush do ta fitoj Botrorin. Po në këto 2 minuta shumë shkurt, më thatë në fillim, ndoshta se kjo është debat kështu për vitet, që po kalojnë shumë shpejt, edhe po kisha pas dëshirë për mendi vlerimi shumë e sheh kampionatin nga 1982 dhe kampionat mas kampionati, sa mendoni që ka ndryshuar futbolli kështu në përgjithësi, se tash është bë pjesë avarit, pastaj ka pas rat shembull që Maradona ka shënuar gol me dorë, tash nuk ka shumë shanse, është vari, po çysh e shihni këtë evolim të futbollit edhe sa po e bën më interesant, edhe këto po e them këtë pjesën që përmendi edhe rilindit pushimeve që më herët ndoshta nuk kanë qenë. Çysh e shihni? Shumë shkurt, unë futbolin e shoh për shkak të Mesit, për shkak të Jamallit, nuk e shoh për shkak të futbollit fizik që bëhet sot. Do të shumë fizik, talent pak, nuk e di, shpresoj me ndru, ndoshta kjo kaq. Përndryshe menanimi gabime varë është diçka në rregull që e përkrah po. Burim? Unë e mendoj që ky formati i si vjetshëm është ndryshe prej herave tjera, për vetë faktin që ka më shumë kombëtare në 48, me që rast luan 72 lojë në fazën e grupeve, edhe prej 48 ekipeve nuk kvalifikohen 24, po kvalifikohen 32. Me që rast japin shansa edhe shumë ekipeve që nuk janë shumë të forta, si Curaçao që e përmena më herët që ka me shku në finale, se kom fol me njonin, edhe disa ekipe tjera të cilat letër janë të vogla, po mjafton disa ekipe në grupet në të cilat janë me nëzonë vendin e tretë dhe me vazhdu tutje në eliminim. Najtë edhe najtë ditë. Po jo, najtë ditë Curaçao në finale shkon, po për ta tjertë. Kështu që, do të thonë, formati është ndryshe, shansat janë më të mëdha për të gjitha ekipet. FIFA e ka bu pak më interesant edhe me këto ndërprerjet, pak showbiz, edhe i ka dhënë shansa dhe marketingut edhe tjera. Kështu që besoj që ka me qenë një kampionat shumë interesant. Vjen? Betejja kryesore është mes dy kontinenteve. Këta e thash dy herë e përsërita, po është shumë e rëndësishme se cilat ekipe të kontinentit amerikan do të kvalifikohen. Këtu mendoj që do të orientohet pak a shumë, kështu që deri në gjysmën finale nuk besoj që do të mund ta dim se cili është ekipi favorit. Në rast se kemi dy ekipe nga kontinenti amerikan dhe dy nga kontinenti evropian, atëherë jam i bindur që njëra nga ekipet evropiane do të fitoj. E ke sos mi vru titullin e Evropë. Nuk ka. Ka nis fushat. Del pun burë me shku në Amerikën. Ma ofër, vedem?
Po, ti kishe pyetjen si ka ndryshuar futbolli, Po, sipas për shkak të varit edhe vlerësimit këto pjesë të tjera. tim si përcjellës dashamirës, por edhe lojtar bashkë me Rilindin, futbolli në aspektin teknik si lojë ka ndryshuar shumë në pjesën fizike dhe në pjesën taktike, kurse në pjesën tjetër mendoj se është bërë shumë komercial. 2-3 milion dollar bën sot një bilet për ta parë finalen e botrorit. Pra është një proces transformimi i kësaj, megjithatë futbolli mbetet ai që është sport i jashtëzakonshëm. Sa i takon pyetjes tënde parashikimit, dëshira ime është ta fitoj Messi edhe një titull botror dhe besoj që mundësit i kanë, pra, sepse Argentina është te ekipet favorite. Megjithatë, duke parë cilësinë e futbollit në ekipet favorite, Spanja është vështirë e të i kalueshme sepse ka një ekip të jashtëzakonshëm që ka dëshmuar se ditë fitoi titull dhe lojtarët të kalibrit të Messit, siç është Yamal, apo lojtarët e tjerë janë lojtarë të jashtëzakonshëm. Nëse ata janë në formë, do të jetë problem për çdo ekip që t'i bëjë ballë Spanjës. Rilindi e tha Gjermanin, Portugali, Anglia. Jemi qartë. Mirë, unë i falenderoj, jeni mysafir të parë të Faleminderit. kësaj fanzone, edhe po shpresoj shumë këta është mirë se këto edhe ruhen, edhe qofse fiton njëri prej jush, besoj na premtoni që do të jeni kështu në ditën e fundit. Besoj edhe ty me gjithë. Qofse s'na premtoni, ju takon besoj që. Besoj me gjithë ta sponsorët ti na premton ai është problem për ato që ja qëllon. Drejtori tha që unë gjakovar ndoshta për shkak kësaj, po bëj diçka, besoj se edhe bërimi është i kësaj. Po sido që të jetë çka dëshironi, ju dini që unë kam zemrën e gjomë, kështu që lirisht merrni i zëvendësojmë, se kemi sponsorët e fortë për vlerën. Edi, faleminderit shumë edhe një herë Faleminderit për krejt bashkëpunimin e për atmosferën këtu. Faleminderit, burem faleminderit. Faleminderit, Knatësi. Faleminderit. Ridor, faleminderit shumë. Faleminderit Edi, suksese. Faleminderit Telekomit dhe Valës për gjithçka që prodhon për publikun. Faleminderit. Krejt për fund të ndëruar shikues, do t'i sjellim edhe një herë partnerët tanë të fanzonës, po edhe të këtij transmetimit të kampionatit botnor. Si që thamë, Valja edhe Telekomi Kosovës bashkë me radio televizionin tonë, por gjithashtu edhe Tebi, që çdo pagesë me Star Card në post terminalit e bankës TEB, ju shpërblen edhe me Star Peak, të cilat mund të shfrytëzohen për blerje të ndryshme, ndërsa gjatë vitit mund të përfitoni një nga kampanjat ekskluzive dhe oferta speciale të dedikuara për klientët e Star Card-ës. Gjithashtu Bira Pea, më mira në vend, që i shoqëron gjithë adhuruesit e birës bashkë me futbollin, të ashtu quajtur Bir Bollerat, me motën s'ka lidhja hupim, a fitojmë të gjithë, kupa është e jona. Gjithashtu kafe Quarantana, gjithçka që duhet është një kafe e tillë, gjithashtu edhe me rej, me emocionet e jashtëzakonshme të kampionatit botror në RTK dhe në Valja, vinë të ju falë mbështetjes së këtyre partnerëve tanë që janë në produktet më rinj, që i gjeni anë mban, marketeve tona të përfaqësuara nga distributori ekskluziv për Kosovë, RC Trade, dhe gjithashtu me shijet unike të kualiteteve të gjitha produkteve që i ka kjo kompani. Kaq për sonte të nderuar shikues, s'kam arsye t'ju them tjetër, vetëm qëndroni me radio televizionin e Kosovës. Nuk vë ditë cila kamerë është, se kemi shumë sot, po ideja është që jam këtu tek dyshi, edhe po shpresoj që t'ja kaloni sa më mirë. Mos harroni, sot nga ora 20 do filloj e gjithë maratona e kampionatit botror, ku do të bëhet hapja, pastaj edhe ndeshjet e tjera të shoqëruara me komentatorët më të mirë të radio televizionit Kosovës, gjithashtu edhe me ata të Valës, edhe besoj që do jetë një festë e jashtëzakonshme e futbollit. Mos harroni çdo ditë pune, po edhe çdo shtunë të diel deri në fund, deri në datën 19 korrekt, do t'ju shoqëroj fanzona edhe me kolegët e mi edhe me mu, kështu që qëndroni me radio televizionin e Kosovës. Natën e mirë.